Pas hetimeve të zhvilluara nga SPAK për landfillin e Elbasanit, tashmë çështjen e ka marrë nën hetim Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Para ditën e sotme, prokurori i çështjes i mbështetur nga policia e Elbasanit kanë shkuar në ambientet e inceneratorit, nga ku kanë filluar punën për hetimet. Me urdhër të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, janë shoqëruar në komisariatin e policisë të paktën 4 zyrtar të kompanisë Eko ALB. Burime zyrtare nga prokuroria konfirmuan se janë shoqëruar pas një hetimi penal që po zhvillohet ndaj kësaj kompanie, drejtori, një inxhinier, një përgjegjës dhe një zyrtar i rëndësishëm i kësaj kompanie, ndërkohë që janë sekuestruar dokumentacione të shumta të Eko ALB. 4 të shoqëruarit janë marrë në pyetje nga prokurori. Organi i akuzës ka regjistruar dosje penale ku fillimisht hetimi u hap për veprën penale të shkatërrimit të pronës me zjarr dhe ndotjes së ajrit. Bëhet fjalë për zjarrin që përfshiu inceneratorin e Elbasanit në korrik të vitit 2023. Më herët ka qenë kryetari i Partisë Socialdemokrate për qarkun e Elbasanit Erion Murataj, i cili ka denoncuar problematikën e inceneratorit të Elbasanit. Gjatë një deklarate të dhënë ditën e sotme, Erion Murataj ka kurajuar organet të vijojnë hetimet. Në datën 4 të këtij muaji, pra marsit, u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiake, e cila ishte për muajin shkurt. Në mënyrë të paturpshme, mazhoranca, e cila një vit më parë kaloi kontratën e inceneratorit. S'ka incenerator për landfillit të Elbasanit. Çuditërisht të vit që bërë shumë vulnerabël dhe ka arritur deri aty sa që me vendim unanim, siç ishte vjet unanim për ta kaluar, ka votuar që mos të kaloj në këtë mbledhje. Në fakt, dhe opozita pati objeksionet e saj dhe unë isha zë i vetëm në atë mbledhje, duke thënë që arsyetimi për një kontratë e cila ishte me të njëjtat termat si të vitit kaluar, në fakt nuk është reflektim mbi ligjshmërinë apo mbi kursimin e të ardhurave që bashkia gjeneron nga taksat e qytetarëve. Në fakt është prishje pazari. Mazhoranca ka vendosur të lëshojë drejtorin e saj, Leli Kajet, duke qenë se ka ndjerë lagështirën. E pra sot në landfillin e Elbasanit, aty ku në fakt rëndom të e përdorim termin incenerator, ka ardhur prokuroria e Elbasanit, policia dhe nga informacionet e mia dhe SPAK. Në fakt, ky është denoncimi ka hershëm i imi, por jo vetëm i imi dhe i kolegëve të tjerë në Këshillin Bashkiak, por që vetëm sot me sa duket, pasi mazhoranca e ka lëshuar drejtorin e saj, është vënë në zbatim. Është vënë zbatim ajo që duhet kishte ndodhur kohë më parë, që do të thotë vendosja e gishtit mbi plagë, dhe unë uroj shumë që hetimi të jetë serioz dhe i bëj thirrje prokurorisë Elbasanit, i bëj thirrje SPAK-ut, që në fakt nuk është këtu problemi. Problemi është Bashkia e Elbasan, si aksioneri mazhoritar inceneratorit. Murataj thotë se nga ana e Eko ALB janë njoftuar më herët institucionet në lidhje me problematikën e tij. Problemi nuk është këtu, pasi nga dokumentacioni që unë disponoj, në rrugë zyrtare dhe jo vetëm, Eko Elbi i ka dërguar shkresë zyrtare Bashkisë Elbasan, të gjitha bashkive të qarkut Elbasan, ministrive të linjës, agjensive të cilat merren me problematikën që përfaqëson Eko Elbi dhe Këshillit Ministrave. Ka pasur 0 reagim deri sot dhe nuk ka qenë i paqëllimshëm. Në fakt, qëllimi i vërtet i heshtjes ka qenë që fundori të ishte Eko Elbi. Por nuk është Eko Elbi fajtori kryesor. Fajtori kryesor e gjeni në Bashkinë e Elbasanit. Fajtori kryesor e gjeni në Këshillin e Ministrave. Pasi janë këto institucione, të cilat kanë gjeneruar, kanë tërhequr zvarr dhe janë promotori i gjithë skemës inceneratorëve në Shqipëri. E në fakt, në rast se e kanë seriozisht hetimin organet e akuzës, do duhet që fill pas këtu të zbarkojnë Bashkinë e Elbasan, të zbarkojnë
tek Këshilli i Ministrave. Prokuroria po heton për shkaqjet e zjarrit të rënë në korrik të vitit 2023 dhe impaktin e jashtëzakonshëm që ky zjarr pati në mjedis. Por ndërkohë prokurori Xhelian Seferi ka zgjeruar hetime të mëtej, ku përveç nenit 151 ka përfshirë edhe nenin 248 të kodit të procedurës penale, i cili përfshin veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria tashmë është duke hetuar këtë çështje.